Se cili prej jush gëzon familjen e dashuri dhe në paqe, dhe kjo ju ka nxit që të shtektoni e ta falenderoni Zotin për dhuratën e shejt të familjes që ju ka dhënë. Sot posaçërisht i kushtojmë Zotit ato familje të cilat s'kan mundësi të gëzojnë bashkësinë familjare, sepse prindrit apo të dy punojnë dhe janë larg vend lindjes së tyre, ndoshta në shtetet e huaja, dhe rrallë kanë mundësi që të bashkohen dhe të tregojnë një dashuri familjare ndaj njëri tjetrit. Se sot po i mungojnë shoqërisë sonë fëmijët. Familja nuk i përngjan me familjes së shejt, por kemi tepër pak dashuri mes njëri tjetrit, sepse teknologjia, gjanat e botës e kanë mbulu zemrën tonë. Edhe prindi duhet ta nderojë fëmijën e vet, duhet ta nderojë Zotin dhe ta falenderojë, sepse ja ka besuar krijesën e vet. Ne nuk mund t'i krijojmë jetën askujt, e nuk guxojmë që t'ja marrim askujt. Kur na dhuron Zoti fëmijët, duhet të kujdesemi për jetën e tyre, si për jetën e trupit tonë. Fëmija duhet ta nderojë prindin e vet. Është i katërti urdhërim i Zotit që thotë: ndero prindin tënd, në daq me jetu shumë për mi dhe. Ju lutem, mësojeni fëmijëve tuaj dhe vetvetes tuaj 3 fjalë kryesore: të lutem, me fal, faleminderit. Qoftë lëvdë Jezu Krishti.